Dhe do të thënë ca gjëra të cilat mendoj që duhet mi marrësh konsiderat. Një zhveshje totale e kësaj nuk është e justifikuar. Shiko, është totalisht. Po. Shëndodh tani. Në gusht apo në korrik, temperatura është e jashtëzakonshme. Këtu s'ka asnjë mbrojtje. Jo që vetëm një kurrizim të vëgjë. Okej, këtu s'ka asnjë mbrojtje, do të thënë, s'ka duke mos pas asnjë mbrojtje, është një presion të jashtëzakonshëm të një rrezatimi të fortë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër pastaj janë si thosh procese fiziologjike etj. Fakti që ty të ka shpërthyer kaq shumë këtu, do thotë që bima ka një farë reagimi. Po të flasim në parimin e klasikës, dikush do thotë jo, këto duhet të heqësh. Dakor që duhet të heqësh, por jo 100%. Po. Do të lesh, pra ju vetë si fermer, do të leni një farë sasie të brendshme, e cila të jetë një mbrojtje deri diku. Pra, sepse zhveshje totale, siç e ke bërë kështu, është realitet për të patur një bazuar në rrezatimin e fortë, krijon në probleme. Po. Tjetra, në rastin konkret në kultivar, ky ka një lëkurë ose një lëvore, jo shumë të e ka të hollë, është e prirë që të çahet. Apo jo. Dhe prandaj gjatë të ftoftit mund të keni pas problem. Kështu që edhe nga ana tjetër, ne duhet të mbrojmë që mos kemi shumë çarje, sepse është bazë pastaj për kancerin bakterial. Kështu që ne të ardhme shikoje me një farë, unë nuk po them që ta kemi plot brenda, por të ketë një farë normaliteti. Kjo lidhet me çështjen që mbuloj unë në mbrojtjen e bimëve. Duhet të krijojmë këtu. Këtu me një sprayes. Shiko? Po. Ka filluar? Po. Me një pas sprayes, ne duhet i bëjmë ose me bakër, me bëjmë shillaç. Po. Këto prej të mëdha do t'i kesh shumë kujdes. Tjetra. Kemi stokatur para në datën 10 korrike kemi bërë me Dodim prapë. Okej, ju keni bërë në atë kohë, paka shumë që kemi folur, që kemi dhënë atë. Trajtimi me Dodin është perfekt, sepse bazuar në këto problematikat e ndryshimet klimatike, syri palloj pothuajse është prezent gjatë gjithë vitit. Edhe botë që të ketë një kush përshtatshëm ai bën, por është një gjendje latente. Neve, duke qenë në gjendje latente, nuk na intereson që gjetja të i përtokë. Duam ta kurojmë dhe gjetën ta mbajmë në funksion të frutit. E mira është këto vijat kanë shkakim të mirë? Po. Është drenazhulje thonë. Okej, edhe pse është me drenazh, është e mirë që ky vijet rri e hapur nuk mban asnjë kanal janë nga. Është e dyta. Nëse do kemi bara të këtij ashtu, ja gjithmonë priti dhe lëri më. Të gjitha hapat do t'i kemi në funksion të situatës. Ne prandaj kemi ardhur ta shikojmë nga afër. E rëndësishme është që bima, është puna e njeriu, duhet pacientësh, po. Duhet të monitoruar në intervale kohë të barabarta dhe duke parë bimën ne mund të rekomandojmë. Kështu që momentalisht nuk kemi nevojë për lëndëshyse poshtë, absolutisht. Nëse e ketë mundur, një vaditje është më së justifikuar dhe fundi i korrikut pastaj një diagnozë diferenciale për parë infeksionin latent syrit palloj, por të rekomanduar çfarë do bëjmë me një fungicid citotropik sistemik. Do vim afër, do flasim pastaj në lidhje me mizën e ullirit etj. E cila momentalisht jesh i bindur. Infeksione nga miza e ullirit momentalisht nuk ka. Për faktin sepse çelja e vezëve varet drejt për drejt nga temperaturat. Kështu që nuk kemi pse të bëjmë ndërhyrje të panevojshme. Do ta monitorojmë në ditët e para të gushtit për mizën e ullirit, në funksion të parametrave klimatik, do të rekomandojmë dhe kohën e ndërhyrjes dhe produktin kush më efektiv.